Ta kanë disa shkelje, të cilat janë vetë ndjeni që janë shkelje. Po kjo nuk është e drejtë. Por ata thonë që unë i kam parë për shërbim, se kemi kopsitur këto gjëra. Unë i kam në shërbim këta, është në kompani që mua më ofron një shërbim. Kjo ofron një shërbim ti, ndërkohë që punojnë në grevë. E qartë, po është ajo që ka bërë Dritani, pra duhet çuar letra, është çuar letra. Së pari më vjen keq që akoma nuk ka reagim nga institucionet qendrore për sa i përket të zgjidhjes së kësaj situate. Shoh naftëtarë të cilët janë përkeqësuar nga ana shëndetësore dhe shoh naftëtarë të cilët kanë nevojë për ndërhyrjen e shtetit shqiptar për të bërë atë negocimin midis tyre dhe kompanisë që është për mua një nga kompanitë problematike për sa i përket respektimit të drejtave të punëtorëve. Mua më duket të harruar këtu mirë nga kjo kompani që ne na përshëron gjithkohës, po më duket se po harrohemi edhe nga ky shteti jonë që ne kontribuojmë me të gjitha mundësitë që kemi, duke paguar taksa, duke suportuar, duke çdo gjë për këtë vend, për të sakrifikuar, për të ndënjur këtu e për ta zhvilluar këtë vendin tonë. Me sa po shikojmë, e prisni një neglizhencë të tillë nga shteti shqiptar? Jo, nuk e prisnim. Nuk e prisnim nga një neglizhencë, sepse këtu gjërat po keqësohen për ditë e më tepër. Grevën e nesër të 10, keni vetur 8. Kush janë dy që janë larguar dhe pse? 2 nga shokët tanë u përkeqësuan nga gjendja shëndetësore, edhe mjekët vendosen që ata mos rrinë më këtu. Mos ta vazhdojnë më këtë grevë, po përsëri ata janë me ne se nuk rrinë dot brenda për arsye shëndetësore të tyre. Kemi përthirrje e kolegëve atyre që pak me nënshtrim edhe pak nga që nuk kanë zgjidhje janë kthyer në punë, për të bashkuar grevës. Është grevë për dinjitet, jo vetëm për ekonomi, pasi ekonomia pa dinjitet nuk ka shumë vlerë. Kur unë nuk kam mbështetje nga shteti im, nga babai i kombit, çfarë do presim tjetër? As kryeministër, as president, as njerëz po merr këtu. Këto janë gjëra koti. Po su ndjen ata dhe ne Një ratë parë duhet të themi që këta janë në drejtë e tyre të gjitha e këtu. Dhe kjo nuk kuptohet domethënë për kushtet e punës, për të drejtën e rrogës. Këto janë minimale. Sipas jush janë të realizueshme pikat? Shumë të realizueshme janë këto, shumë të realizueshme. Cili është mendimi juaj për Berlina Ballukun, e cila është edhe deputete e qarkut të Fierit dhe është dhe ministre e linjës? Dëgjoj, më ke zënë që ngushtë këtu, sepse nuk i kam shumë të dhëna të sakta dhe ka dhe një rast që nuk më flet hunda për buzën, ta them hapur atë, domethënë se unë jam i këtij pushteti. Por unë jam me të drejtat e punëtorëve, sepse jam marrë 3 jetë me këtë punë dhe merrem prapë dhe jam me juve në këtë rast. Ata duhet të vinë të ulen, të shtrojnë, duhet të vinë të ulen të shtrojnë këtu. Bazën shteti e ka të familja, të punëtorit, të njeriu mi të gjitha, domethënë.